Gjatë shkurtit në periudhën nga sistemi qyteti i sigurt në zonat e qyteteve dhe në korridorët ku janë vendosur kamerat janë regjistruar gjithsej 90.066 kundërvajtje, sipas një komunikate të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga numri i përgjithshëm i kundërvajtjeve të evidentuara, pjesa më e madhe i përket drejtimit të mjetit me shpejtësi mbi normën e lejuar, me 18.172 raste. Më pas renditen kalimet në semafor me sinjal të kuq 220 kundërvajtje, si dhe drejtimi i mjetit me leje qarkullimit të skaduar 674 raste. Gjithashtu, janë shqiptuar gjithsej 653 masa ndalimi për ndalim drejtimi, prej të cilëve 220 për kalim në semafor të kuq dhe 433 për te kalim të shpejtësisë e lejuar. Sipas javëve, numri më i madh i kundërvajtjeve është regjistruar në periudhën nga 2 deri më 8 shkurt, 4.991 raste, ndërsa numri më i vogël në periudhën 9 deri në 15 shkurt, 4.490 raste. Sipas ditëve, më së shumti kundërvajtje janë evidentuar më 28 shkurt, ndërsa më së paku më 11 shkurt, 377 raste. Gjatë muajit të kaluar, mesatarja ditore ka qenë 706 kundërvajtje. Pjesa më e madhe e kundërvajtjeve janë regjistruar në territorin e qytetit të Shkupit me 12.073 ose 63.3% e numrit të përgjithshëm. Numri konsiderueshëm është evidentuar edhe në akset rrugore për gjatë korridoreve 8 dhe 10D, gjithsej 5.702 raste, ndërsa numri më i vogël është regjistruar në zonën e SPB Tetov me 370 raste dhe në lokacione tjera, gjithsej 17 raste.